nuk ishim na sekret për Serbinë. Por bindja jonë në konë që ma përpara do të sulmohet Jablanica. Unë ka pas një përvojë pak më të avancuar, mos ta egzagjeroj tash, s'po duhet me thonë me fol shumë rreth përvojës tij ose përgatitjeve tina, po ai ka pas përvojë në tana dimensione, qoftë fizike, qoftë psikologjike, ushtarake, gjitha, se ai ka punu si çdo me përgatit vetëm pe vitit 91, kur dal jashtë. Edhe tani më vonë kem dëgju këto legjenda që ka marrë pjesë në për trajnime ushtarake në për shtetet ndryshme, në për ushtrit më të avancuar botës, edhe i njeh shumë mirë strategjitë e dy luftimit, por si familje do të më ditë që na një vjet më herët ishte Leoni i Ram dëshmor, qafë mëllar. Do të bashkë me shumë shokë që ishte të jorë në Kosovë, nuk ishim na sekret për Serbinë. Por bindja jonë në konë që ma përpara do të sulmohet Jablanica. Për shkak të historikut, për shkak të pengesës së 93-s, Jablanica ka qenë zonë krye me Sadr Zenelin e shumë burra të fshatit, e kanë për në zonë Slop Prashevicin me shumë trupa, e kanë qitë për fshatit dhe pe ati momenti, dej kur janë hi në gosht 98-s. Me 100 tenga, 200 tenga, Jablanica nuk e ka shkel më kom as ushtori, as polici serb. Me thonë, mas janë për gjake, në bra burrat mlaje, ka pas dy luftim, do me thonë e granadimit pa numër, ta se ju e një tasej zone, ju e deni që shka gjak. Do me thonë, Jablanica u konë fortifikimi më i mirë që e ka pas unë që ka janë rajon. Dhe une e kom pas edhe geografikisht ma të zërshëm situatën për shkak se ne s'kemi Malije, s'kemi Kodra, fshati Glogjan është shumë i rrafsht, i Rëzniqi, fshatrat për rrë, dhe me thonë, plus pika dominuse i ka pas Serbia, si Suka Babaloqit, Suka Biteshit, Suka Cermjanit.